Atëherë, të gjithë grupi I Zotit të Durit, po tashmë është bërë kriminali I njerëzimit, I thonë Alkezës ti duhet të desësh. Ti duhet të desësh. Duhet të thojë një gjë Durit dhe Allahut. Nëse ke sjellë në jetë njeriu e ke sjellë për të jetuar. Nëse është ai njeriu që di të jetojë jam unë. Ti thua njeriu që do të jetojë vdes. Unë dua të bëj punët, të luaj me fëmijët, të argëtohem në det, të luaj tenis, të luaj volejboll, basketboll, të gatuaj, të laj enët, të shëtis, të punoj, të kem shoqëri, I dua të gjitha. Por ti më ndalon me fëmijët e tu. Çfarë do thotë kjo? Kjo do thotë që jetën nuk e do fëmija yt. Duri. Pse mos vdesi Duri?